Ai person I cili I plaçkit njerëz nëpër rrugë, shembull, atij personi nuk I falet namaz xhenazës fare në Islam. Mësim dhe edukim për njerëz se sa shëmtuar është një vepër e tillë. Prandaj njerëzit duhet me kuptuar që Islami është qetësi për shoqërinë, garanci, siguri dhe sakrificë për vendin ti ku jeton. E ai person I cili Zoti na ruajt është prej atyre që ka dashur në artificiale me ndrua gjinin e tinaj, ato kush me lata. Me la burr ti nuk e din ndoshta grua, me la gruaj ndoshta është burr. Ato se lan drinë as llopi. Andaj edhe ky hin çat taborrin aty në që realisht do të më dhon mësim njerëzve që një vepër e tillë është e shëmtuar. Krenaria jonë janë dëshmorë të vendit tonë. E jo ata cilët dojnë me ndryshue gjinin e tyre dhe dojnë me ndryshue krijimin e Zotit për ambicjet e epshteve apo misioneve të caktuara të cilat na kena frikë shumë që bien njerëz prej aty. Kështu që një gjë e tillë për neve është e padëshiruar, është e papranuar. E kështu që në Islam, fenë islame, që ta njerëz s'ka kush I lan. Sigurisht që finosen dhe varrosen, sepse është për obligim, është nder që njeriu në varros, mirë për në aspekt pastërtisë, ai person nuk pastrohet fare.